Mirë se vini në kanalin e Tim Shkupit, zani Shqipi Kuranit në rubrikën Shkurte Shqip me Kuran. Rini deri në fund me zanin e Tim Shkupit dhe mos harroni të abononi në kanalin e tij duke klikuar butonin subscribe dhe këmbanën për videot më të reja. Le të themi të ajetet edhe njëherë aty ku përmendet fraza hurun ain. Në ajetin 20 deri 23 në surën Wakia. Në përkthim këto ajete u kanë servuar kështu: dhe pemë të cilat do t'i zgjedhin vetë dhe mish të shpendeve çfarë ju ka ënda. Në to xhenete ka edhe hyri të bukura si më dha të ngjashme me margaritarët e ruajtur. Tani ju lutem, nga një perspektivë racionale, së paku nuk ka kuptim logjik për të krahasuar gratë, hyrit e bukura me margaritarët, perlat. Prandaj nëse përkthehet në bazë të rrënjës së fjalës hurun ain si vazhdimsi ciklike, është e kuptueshme për secilin dhe do të kishte shumë më tepër kuptim sens, sepse këto cikle bashkëndojnë dhe janë të krahasueshme me margaritarët e mbrojtur. Kjo është për shkak se një margaritar kur mbrohet, gëzoja e saj ulet. Në thelb një margaritar është prodhuar kryesisht nga shtresat e koncentruara të shtresës së shtresës mbi shtresën e krijesave të margaritarit. Biologët këtë punë duhet ta dinë shumë më mirë se sa unë. Ky margaritar dhe kjo shtresë mbi shtresën e thërmisë është e krahasueshme me idenë e vazhdimësisë ciklike. Në thelb, vazhdimësi ciklike nuk kupton si diçka që mban regenerimimin, e mban riprodhimin, e mban dhe bën në thelb, ku në xhenet do të kapni një fryt nga pemët dhe ajo tjetra vjen përsëri. Pra është një vazhdimësi ciklike dhe kjo është e gjitha në lidhje me fjalët hurun ain. Kurani nuk flet asgjë për hyrit si zeza, bardhoshe, gratë seksit të industrisë pornografike, që nuk janë asgjë tjetër veç se magjit zeza, SHR, ku një puthje xhenetit u atragojnë se gjatë 70 vjetë të tokës, si që përfitojnë disa halldup me mentalitet uzbeko-persia në shqiptari. Të gjitha që shohim në ajetet e surës 56 Wakia është mish, fruta dhe vazhdimësi ciklike. Le të provojmë ajetet 19 dhe 20 të surës 52 Tur. E sheni ajetin 20 ati ku a kam nënvizuar me të kuqe, ve zavajnahum bi hurin ain, u a kanë përkthyer gabimisht, martohen me hyri si bukra. Nëse pas kemi martesa në xhenet, me siguri do të kemi edhe dasma ku Adem Ramadani e të tjerët si ai, me ilahit e tyre, do të jenë shumë bezi në xhenet. Si do të qoftë, unë kam përkthyer me kuptim dy ajetet kështu: hani dhe pini me mirësi për shkak të asaj që keni punuar, të mbështetur në divane, që u çiftizuam, bashkuam me vazhdimësi ciklike hurun ain. Tani dua të qartësoj diçka të rëndësishme duke sjellur vëmendjen tuaj në fjalën e frazës së fundit të ajetit ku thot ve zavajnahum bi hurin ain. Shpesh herë zavajnahum kuptohet si i martuar, por kur sheh kuptimin rrëndësor të fjalës zavajnahum bi hurin ain, thjesht do të thot të çiftëzohet, bashkohet diçka me diçka tjetër. Kështu që nuk do të thot domosdoshmërisht martesë me hyri në xhenet. Në kontekstin e këtij ajeti, nga aspekti gjuhësor i kësaj fjale, ne shohim se nuk bëhet fjalë për martesë. Në qoftë se Kurani me të vërtetë do të fliste për martesë, atëherë do të thoshte hur al-ain, sepse lami një ashuese këtu nënkupton një person të veçantë ose një person me një cilësi të veçantë. Por Kurani thot këtu pa lam një ashuese, e përdor vetëm hurin ain. Në ajetin 20 surës Tur kemi një parafjalë para fjalëve hurin ain.
që do thotë se i kemi qiftëzuar, bashkuar ata me vazhdimësi ciklike, pra وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Kështu që pyetja tani është se me çfarë do të qiftëzohemi, bashkohemi në xhenet, në burimet e vazhdimësive ciklike. Sipas përkthimit të ajetit, duke respektuar rregullat gjuhësore dhe jo për fytyrimet e halldopëve me libra të tjerë jashtë Kuranit, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, mund lirisht të konkludojmë se janë shpirtrat tonë që qiftëzohen, bashkohen me trupat të ri. Trupat e xhenetit janë quajtur Hurin Ain, që mund të jetë një emër që tregon se vetë trupi rigjeneron veten, nuk vjetërohet, është gjithmonë i ri, dhe kjo është treguar në surën 81 Takwir, ku marrmi lajmin ajetin 7. Wa idha nufusu zuvijat, dhe kur shpirtrat bashkohen, qiftëzohen me trupat e rinj. Ju edheni se çdo herë mbaj qëndrimin se ajetet e Kuranit e zbërthejnë vetë vetëm me qartësit pastërta si loti i syrit. Vetë Kurani s'ka lënë asgjë mango, gjithçka është e sharuar nga vetë mesi i Kuranit. Pra, Kurani është kodi i jetës. Ata që kërkojnë ose marrin libra tjerë në lidhje me kodin e jetës, duhet ta kuptojnë se janë në rrugën e gabuar. Pra, kur përmendet fjala ZVG, nuk do të thotë se është ekskluzive vetëm për martesë, siç e kuptojnë sot arabisht folësit. Kurani e përdor këtë fjalë kur shpirtrat tonë qiftëzohen, bashkohen me një trup të ri. Kështu që në xhenet do të qiftëzohemi, bashkohemi me vazhdimësi ciklike, Hurin Ain, është trupi juaj, vetë trupi i ri që Ilahu do t'ju japë që do të rigjenerohet vetë. Kjo është thjesht se çfarë është duke folur Kurani në lidhje me Hurin Ain, përsëri edhe këtu nuk ka përmendur gra, hyri apo seks. Le të provojmë ajetet 51-56 nga surja 55 Dukhan. Siç e në ajetin 50, ujun e keni të përkthyer burimeve shumës, ndërsa ajetin 54 Ain të njëjtën fjalë e keni të përkthyer në njëjës si bukura. Kurse përkthimin tim e keni kështu: të drejtët do t'jenë në një vend sigurt, ndër kopshte dhe burime, veshur me mëndafsh dhe saten përballë njëri tjetrit. Pra, është kështu dhe i bashkoj me vazhdimësi ciklike Hurin Ain. Ata do të thrasin aty çdo lloj frutash, ata do të jenë të sigurt, ata nuk do të shijojnë vdekjen përveç vdekjes së parë. Tani Kurani këtu po thot se ne i bashkua me Hurin Ain. Kurani thot është kështu dhe pyetja është ajo që kush janë të veshur me mëndafsh dhe saten, që Kurani thot se kjo është kështu. Kjo e veshur me mëndafsh dhe saten, që bashkohen me Hurin Ain, janë shpirtrat tonë. Të drejtët do të jenë të veshur me trupat të ri të quajtur Hurin Ain, ose më mirë të themi se Hurin Ain është një cilësi, kualitet i xhenetit që është i përjetshëm, që rigjeneron vetveten, dhe kjo tregohet nga verseti i fundit ku Kurani thot se ata nuk do ta shijojnë vdekjen përveç vdekjes së parë. Ne tashmë kemi provuar vdekjen e parë. Kurani këtu thot se Hurin Ain, trupat e rinj që ju do të keni, nuk do të përjetojnë ndonjë vdekje. Kjo është ajo që është Hurin Ain, dhe përsëri ne nuk shohim ndonjë gjë që Kurani përmend siç janë gratë, hyriçi, zeza, si bukra apo seks në këto 4 ajete ku përmendet Hurin Ain, që i përktheva me kuptim prej se kur fillova t'ju flas në lidhje me Hurin Ain. Nëse e marrim atë vetëm në bazë të kuptimit rrënësor të fjalës, ne mund të marrim një kuptim shumë të ndryshëm se çfarë do të thotë Hurin Ain, prej asaj që mundohen qilpopat e fesë Bagdadit të ju tregojnë ndryshe për t'ju mbajtur me iluzione për diçka tjetër. Le të shohim tani disa ajete të tjera në Kur'an që janë kaq përkthyer duke u mbështetur përkthyesit jo në rrënjët e fjalës së gjuhës së Kur'anit, por në perceptimet e autorëve të ndryshëm nga Persia dhe Horasani, Uzbekistani dhe Irani i sotshëm, 200 vjet pas vdekjes së Hazreti Muhamedit.
në lidhje me hurën, ajin dhe përfiturimet seksuale të këtyre autorëve në ahiret. Dhe të ndaj me ju këto disa prej tyre. Në surën 78 Nebe, ajeti 31 deri në 33. Si që e shenë në ilustrimin tim, va kam nënvizuar me të kuqe gabimet në përkthim, kurse përkthimin tim e keni kështu. Në të vërtet për të drejtët është triumfi, kopshte dhe vreshta, dhe shpërthimet e bimeve dhe pemave me lartësi të barabarta. Kurani po flet për kopshte dhe vreshta, rrosht dhe shpërthimet nga këto pemë që janë me lartësi të barabarta. Kurani nuk ka përmendur këto vajza të reja, të së njëjtës mosh, hyri ose diçka të tillë. Kurani po flet thjesht për shpërthimet e pemave dhe bimeve me lartësi të barabarta, që është e gjitha. Madje edhe fjala kawaib në arabisht shpesh i referohet rrushit. Kështu që është e çuditshme dhe nuk e kuptoj se si erdhi kjo në mendjen e përkthyesve, komentatorëve, apo si u fut ky interpretim kur rrushin e shëndrua në hyri. Pastaj ajeti 33 fillon me vavin dhe këtu është lidhëse me versetin 30. Vavi në gjuhën e Kuranit ka 21 kuptime ku ajeti po na flet për kopshte dhe vreshta dhe jo për vajza të reja të së njëjtës moshë. Le të provojmë përsëri një ajet tjetër. Wa indahum qasiratu tarfi ayn ka'annahum baydun maknun. Si që sheni këto dy ajete në editorën time nga surja Safat, kam nënvizuar me të kuqe ku i shoh gabimet në përkthime. Përsëri fjala grua nuk përmendet në këto dy ajete, nuk e di për nga e marri se bëhet fjalë për gra, me si të bukur të ulur sikur të jenë në vezë të ruajtura mirë. Kjo është gabim jo korrekt dhe keq interpretim ose keq përkthim. Që ju të kuptoni këto dy ajete, unë jam munduar të jap përkthimin në bazë të rënjes së fjalës. Dhe pra tyre do të ketë ande këto ulta të vazhdimësisë me fruta të varura, sikur ato të jenë vezë të mbrojtura. Kurani thot këtu se ka fruta të varura brenda mundësive që arrihen. Indahum qasuratu tarfi. Dhe ato janë me vazhdimësi për gjithë një ashtu si duhet të jetë në botën e përjetshme, dhe ato janë të krahasueshme me vezët e mbrojtura. Kjo është aq e thjeshtë sepse kjo është me të vërtet ajo që thot Kurani. Pra këtu nuk ka asgjë për gratë me sy të bukur, të ulur e për seksin siç e perceptojnë hallëdupët. Lirisht themi se asnjë bëhet fjalë. Nuk e di pse Kurani do t'i krahasoj gratë me vezët, nuk ka kurfar kuptimi apo jo. Gjithashtu, nëse i lexoni edhe ajete tjera më lart në kapitullin Safat, prej ajetit 40 do të shihni se Ilahu po na tregon se çfarë ka përgatitur për shërbetorët e tij të sinqertë, për shkak se sinqeritetin e secilit e di vetëm Ilahu e askush tjetër. Ndërsa sinqeriteti mate duke qenë musalli, që të shndron në shërbëtor të Ilahut në dynja, e jo pse ti ke shkuar 5 herë në ditë në xhami dhe je aplikant i ndonjë çilmullahu. Pra, për të përfunduar, fjalët e Kuranit hurun ain nuk kanë të bëjnë asgjë me gratë apo seksin. Gratë, hyrit dhe seksi i fortë i disa hoxhallarëve gjendet në literaturën e hadithit. Unë po them se gjendet në literaturën e hadithit, në kutubus sitte, por janë libra që nuk duhet të quhen Kur'an. Hurun ain në Kur'an është si një term i përgjithshëm thjeshtë, do të thotë një rimbushje e pafund me gjërave, do të thotë cikle konstante dhe trupi që ju do të merrni në botën tjetër, do të jetë një cilësi kualitet hurun ain dhe ju gjithashtu do të merrni fruta nga pemët, pije, mish, si dhe të gjitha llojet e ushqimit që janë rreth jush. Në thelb do të jetë hurun ain. Unë shpresoj se kjo paraqitje ju ka ndihmuar të kuptoni pak më mirë Kur'anin dhe ndoshta ta zëroni horizontin tuaj në lidhje me se çfarë do të thotë hurun ain nga perspektiva e Kur'anit të shenjtë. Pra, që t'jam i sinqert me ju, unë nuk e lodhi trurin për hyrit e halldopëve të gropës së xhenemit.
E imja mbetet të mundohem të jem shumë dërimtar, musalli pastor, dhe të mos manipuloj dhe shpifin mbi jetën e Hazreti Muhamedit, por vetëm t'i besoj Kuranit, sepse aty në Kuran është edhe suneti që quhet risale dhe jo në librat e Iranistanit dhe Uzbekistanit. Kështu, unë nuk i kam besuar Kuranit për hyri, as për perceptimet e shijet e dikujt, por thjesht e kam pranuar se është raporti i fundit zyrtar i Ilahut që ka dhënë leje më u shkruar dhe më komunikuar me secilin Muhammed prej jush përmes asaj që quhet Ruhul Emin dhe Ruhul Kudus. Drama jone e njerëzimit, siç na mëson Kurani, filloi me pemën në xhenet dhe do të përfundoj me frutat e pemëve përsëri në xhenet. Por çfarë do perceptimi që sjellim, mund vetëm të gabojmë sepse Ilahu na ka dhënë info vetëm asa mund të kuptojnë mendjet tona. Mjafton të besojmë se në xhenet do të jemi përgjithmonë, ku të mirat janë pafundme dhe nuk do të kemi mos provën e shejtanëve në për frutat e pemëve të xhenetit. Zot, të baj thirrje, të më falish mua prej mëkateve, të më ruajsh mua dhe familjen time, juve dhe familjet e juaja. Na ruaj gjithashtu nga kurthet intrigat e shejtanëve dhe na lehtëso që nga kjo dynja, kur ta japim shpirtin, ta japim me iman plot të dërzuar në mbretërinë tënde të pafundme. Por jo si gra në kuptimin seksual, që i shfrytëzojnë seksualisht. Po që i shërbej, mund t'jenë. Për gjoni njëri, ta vizem me thonë, është da ke posë dhe shok. A i peqon vetin imami shqiptarë, është Tim Shkupi. A i shpithot imam, po njerës shpithojnë imami shqiptarë, Tim Shkupi, nështë ta ke dëgju për ta.